Operacioni niset paralelisht në 3 qytete, në Skenderaj, Vushtrri dhe në Mitrovic. Njësitë speciale kanë për detyrë të sigurojnë zonën duke ofruar më pas mundësinë që hetuesit të zhvillojnë kontrollet. Sheshi i Vushtrisë është arena e parë ku do të kryen kontrollet. Në një perimetër prej më pak se 1 kilometër, hetuesit kanë identifikuar të paktën 5 lokacione ku qytetarët e Vushtrisë zhvillojnë baste ilegale. Të pajisur me mjete të rënda, specialet shkallmojnë dyert e një lokali, i cili ishte identifikuar më parë si zonë e basteve ilegale. Brenda lokalit shfaqen televizor dhe ambientet që duken si zona ku zhvillohen lojrat e fatit. Të dyshuarit nuk janë në vendin e ngjarjes, ndërsa në zonë hetuesit do të konfiskojnë dëshmitë që nevojiten për këtë rast. Kontrolli befasishëm vazhdon në zonën tjetër, në sheshin e Vushtrisë. Aty, specialet kanë ndërhyrë dhe kanë vendosur zonën në kontroll. Pamjet shfaqin sërish një zonë ku ka prova se kishte baste ilegale. Të gjithë që ndodhen në këtë lokal do të legjitimohen, ndërsa të dyshuarit që paraprekisht ishin identifikuar do të arrestohen. Bastisjet këtu në qytetin e Vushtrisë janë duke u zhvilluar paralelisht në më shumë se 5 lokacione. Pas 2 operacioneve të cilat janë duke u zhvilluar në shesh, tash jemi nis drejtim të një zone tjetër ku afër një vend parkingu në një lokal bukur të mbyllur policia ka konstatuar se dhe aty ka pas zhvillim të lojrave të fatit, po shkojmë me pas se çfarë provash ka me gjetë policia në zonën e asaj mini kafeterie, cila është ngjitur me një autoparking dhe ku sipas të dhënave të cilat janë prej grupit hetimor janë zhvilluar bastet ilegale. Shkojmë drejtim të asaj, pra është shumë pak metra prej qendrës së qytetit, që kemi thonë edhe më herët, të gjitha bastet e cilat janë zhvilluar në zonën e qytetit të Vushtrisë kanë qenë në një perimetër më të vogël se 1 kilometër.
Sigurisht jemi duke pa shikus të ndërum në zonën në Vushtres, zona ku janë zhvillu bastet ilegale ka qenë një perimetër shumë të vogël, kryesisht rreth sheshit të qytetit, pra tash prej zonës së qendrës ku janë zhvillu 2 bastisë dhe janë duke u zhvillu për momentin dhe zonës afër parkingut jemi duke shku të një zonë tjetër e cila ndodhet ma pak se 100 metra prej lokalit të cilën ishëm paraprakisht dhe atje sërish ka prova që policia ka prova se edhe në atë zonë janë zhvillu bastet ilegale, pra është një zonë ku kryesisht ka qenë njohur për lojrat si game center ku janë zhvillu edhe lojrat e fatit, po shkojmë me pas se çka kanë gjetë hetuesit në atë zonë, sipas informacioneve të para, aty veç njësitë speciale kanë intervenu dhe kanë vendosur zonën kontroll. Brenda lokalit, hetuesit gjurmojnë provat e cilat do të përdoren tutje për të siguruar rrjedhjen e procedurës. Sekuestrohen pajisjet e kamerave dhe çdo shënim i cili do të përdoret për dokumentimin e veprave penale.